Ta nisja me citimin që presidentja Vjosa Osmani ka bërë kundrejt deklaratës dhe mënyrën se si ajo e ka quajtur një akt të padrejtësisë, e cila jo vetëm vjen si padrejtësi e organeve ligjore dhe ndoshta edhe influencës politike, por nga ana tjetër na vjen si një akt e cila përpiqet të barazojë ushtrinë çlirimtare të Kosovës, që është barazuar në optikën e luftës Kosovës, e identitetit kosovarëve, edhe të identitetit edhe të shqiptarëve, është konsideruar si një nga ushtritë më të nderuara në luftën për liri dhe për identitet kombëtar, është barazuar me klauzola dhe me qasje gati-gati politike, të cilat praktikisht i mëvishen dhe duhet i mëvisheshin Serbisë për të gjithë represionin e ushtruar në Kosovë dhe përkundrejt ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kështu që ky vendim është një vendim shumë i rëndë, është një vendim që përpiqet... Jemi në pretencën e prokurorisë, nuk jemi në vendim. Por nëse nuk jemi në vendimin final, jemi në hapin... Pra është ajo çfarë ka kërkuar prokurorët. Në farë mënyrë është prognoza ose parashikimi asaj çfarë pritet të ndodhi. Dhe kjo për historinë e Kosovës, për të gjithë luftën me fokus tek identiteti i Kosovës, identiteti shqiptar, mendoj që është një shuplak shumë e madhe, është një përbaltje e cila në mënyrë absolute nuk duhet pranohet, qoftë nga shteti kosovar, por edhe nga, po themi edhe politikanët shqiptarë duhet kenë një reagim, mendoj, për çështjen. Dhe duhet ndiqet jo vetëm në rrugë ligjore, por duhet mbajtur edhe qëndrim politik, sepse unë gjykoj se ky vendim, nëse do të shkojë